Si e shikoni ju këtë sondazh? E prishit një risultat tillë? Come lo vedi questo sondaggio? L'avevi aspettato questo risultato? Unë mendoj se qytetarë shqiptarë, sidomos qytetarët e verës, janë shumë të ndjeshëm me politikën që po ndodh në këtë 2 vjet të fundit, sidomos në 24 vjet, po 2 vjet të fundit, qytetarët e verës janë të majtë dhe të djathtë, nuk ekzistojnë më për qeverinë aktuale. Dhe në 24 vite për gjitha qeveritë, por kjo është më e keqja mundshme që ka në qytetin e Lezhës. Nuk është se nuk e pritë, po jo kaq të thellë, sepse pakënaqësia dhe urrejtjet që ka kriju qeveria ndaj popullit të tij është e paimagjinueshme. Pra çdo fjalë që qeveria ka sot për alternativë është burgu. Burg. Sta dicendo che l'alternativa attuale di questo governo è la regione. Qytetarët e Lezhës ishin në një fukarallik të jashtëzakonshëm kur erdhi kjo qeveri me datën 20 qershor, sepse unë isha kandidati i këtij koalicioni që fitoi zgjedhjet. Dhe ne i pam shtëpi këta qytetarë pa asnjë të ardhur, pa asnjë mundësi për jetesë, pa asnjë shpresë. Dhe vetëm shpresë ishim ne që erdhëm me fjalën e rilindjes, por ndodhi totalisht e kundërta dhe qytetarët e Lezhës në gjitha fshatrat, sepse ne po flasim për qytetin, por në gjitha fshatrat e Lezhës mbizotron skamja. Dhe kjo demonstron se politika shqiptare në këto 24 vite ka dështuar totalisht dhe nuk meriton që të mendohet sot se për këtë do votojmë për PD apo për PS. Apo LSI që është kjo ideja fundit sektit politik. Pra, qytetarët e Lezhës po mendojnë ta shporin politikën nga Lezhë. Ju, Eduard, keni paktën 2 vjet që jeni opozitari më i madh në Shqipëri, për sa i përket mënyrës qeverisjes, siç e thatë ju të Partisë Socialiste, e cila ka dështuar. Sot aktualisht ju keni vetëm një kandidat rival të deklaruar, i cili është politikisht i konsumuar, sepse ka 8 vjet që qeverisë Lezhën. Shumë premtime nuk i ka mbajtur për sa i përket administrimit të Lezhës. Ju jep më shumë motivim dhe më shumë mundësi që fitoria juaj të jetë e lehtë në zgjedhjet 20 qershore. Unë u bëna opozitar për një arsye, se qeveria që ne prum trahtoi çdo pikë programit të tij. Dhe kjo sigurisht më bën opozitar me qeverinë, sepse ato që trahtoi ishin njerëzit mi, duke filluar nga familjarët mi, duke filluar nga kushrinjt mi, duke filluar nga bashkëtarët mi, dhe rrethi që zmadhohet më tepër, pra ki trahtoi gjithë ato që ne shkuam shtëpi dhe kërkuam votën për këtë qeveri që na trahtoi gjithëve. Dhe kjo është arsyeja që unë jam opozitar, jo pse kam ndonjë mlef që s'm kanë dhënë post. Pra ti e ke parimisht politike dhe për program, mungesë e një programi nga absolutisht është për mungesë ka një alternativë, nuk ka një alternativë sot për sot. Nuk ka një alternativë, populli shqiptar është i pa shpresë. Sepse burgu nuk është një shpresë. Burgu është një dëshpërimi. Por sigurisht qeveria nga që s'ushen punë, paktën do të shajë burg të japi supë me patate. Por kjo është alternativa që ne kërkuam. Ju zoti Docej, nga sondazhi që kemi bërë, ju merrni kryesisht vota më shumë djathtas, por keni edhe shumë vota nga socialistët të zhgënjur, cilët ju i keni mbështetur dhe i keni promovuar fushat elektorale. Ju keni kërkuar, le të themi deri diku publikisht, që t'jeni kandidat i gjithë djathtas për shi edhe PD. A mendoni që PD-ja duhet ta marrë seriozisht propozimin tuaj dhe kandidatimin tuaj për të mirën e Lezhës mbi të gjitha? E dyta për i konfirmimin e transformimit vetë Partisë Demokratike si një parti e re riformatore. Dhe e treta për llogarin e thjeshtë matematikore, se nëse PD-ja nxjerr një kandidat të saj, do thotë që ata janë të humbur në Lezhë. Bashkimi i lëvizjes tonë të Frontit Demokristian me Partinë Demokristiane të zotit Nat Doka, i cili është kryetari dhe ju jeni nën kryetar. I cili është kryetari dhe unë jam nën kryetari në këtë proces, është se ne na bën me aleat me Partinë Demokratike. Sepse është në koalicion. Është në koalicion, është ne edhe si lëvizje, edhe si dicendo sulla questione dei coalizioni, di essere rappresentanti di tutta la destra. Certo, assolutamente. Edhe si lëvizje demokratiane, edhe si partinë na bën të djathtë. Por edhe si person
Unë jam një person që kam vujt në regjimi komunist dhe unë jam i djathtë. I problemi i Shqipërisë ka qenë në Alban, sepse Shqipëria s'ka pas kur një djathtë. Edhe shpresoj me këtë rinovimin që Partia Demokratike ka bërë këtë kohë të fundit, të ketë hyrë në atë detajin që të reprezentoje të rigjë vetën si forcë e djathtë, sepse nuk e ka gjetë deri më sot si forcë e djathtë, sepse të përsekutuarit, të burgosurit, të pushkatuarit, nuk i ka përfshirë në asnjë proces politik deputet apo ministër apo ka zgjedhur të përdorë ca figura që e prunë edhe në humjen e 20 qershorit. Pra Partia Demokratike si thua tani është me një fazë të re për të rikthyer që ka mundësi të kthehet, po pa demokristian, Partia Demokratike nuk mund të rikthehet. Sidomos në zonat e veriut dhe në zonat e humbur. Është shumë e humbur në zonat e veriut, por kam informacione se edhe në jug ka probleme nëse Partia Demokratike zgjedh rrugën që mos t'i lëshojë një bashki partisë aleate që e ka tash 24 vite të parti. Pra legja për demokristian është gërthiza e katolikëve. E katolikëve edhe është edhe ndoshta shembull i rikthimit të djathtës pushtet. Edhe shembull i rikthimit të djathtës pushtet, sepse po të bashkuar ne mund të marrim shumë bashki të martës që po krijon një katastrofë. Po ndryshe këto do të kenë sukses. Pa io sghiato shumë senza essere troppo lungo e noioso in questo discorso vi faccio anche solo una domanda. Eduard, al di fuori di Eduard, për te asaj që mund të mendojnë rivalët tuaj politik, pra sa ju kemi ndjekur, por quando noi l'abbiamo seguito, unë mendoj që ju sot për sot jeni vetë politikanë në Shqipëri që jo vetëm denonconi, që kjo është thjesht, për sot jeni, besoj, përfshi edhe Tiranën që është zemra e Shqipërisë për zgjedhjet e njësinë vetorit, sot për sot ju jeni vetë kandidat i një zone të rëndësishme siç është Lezhë, që ju keni një projekt dhe një program, një platformë konkrete zhvillimit ekonomik dhe politik, ajo që është që keni quajtur ju rindërtim, rotacion dhe reformim. A mendoni që politika duhet të heqë dorë nga premtimet borxhe dhe duhet mendoj konkretisht për zhvillimin e zonës, kjo me që ju jeni edhe një imprenditor që keni ndërtuar pjesë rëndësishme të Europës dhe të Italisë, duhet merret një shembull që politikanë për te premtime duhet përveç dorën dhe duhet heqë kravatën, punoj të mirë komunitetit. Dhe sa profesoni ju këtë? Unë mendoj se politika e 24 vjeçare nuk ka pas kur një program për rindërtim dhe mirëqenie për popullin shqiptar. Për qytetar shqiptar në përgjithësi. Marrësh shembullin për shembull të qytetit Lezhë, është një nga qytetet më të bukura që sot për sot ka Ballkani. Por është në situatë më të keqe. Dhe kur ishim me mikun tonë Dario, ne kala në Lezhë dhe pam Lezhën, ishte sikur një qytet i dalë nga lufta, jo një qytet në rindërtim. Pra një ndërtim ka trahur pa asnjë plan urbanistik, pa asnjë të ardhme për qytetarët e Lezhës, për turizëm, për bujqësi, sepse është shkatruar dhe bujqësia. Për mirëqenie, për lehtësinë e jetës. Politikanët apo sekserët, se s'mund t'i quaj kur politikanët, se kur flasim politikan, më shkon pak si për fjalë rëndësishme thjesht politikan, po këta sekserë që janë vendos në këtë bashki dhe në gjitha në Shqipëri, po këtë që ne po flasim sot, bashkinë Lezhë, këta sekserë e kanë shkatruar totalisht, po jo vetëm ky aktuali, se është një lloj si gjush gush në kish këtë, pra ky ka çdo drejtim të shkatruar, por edhe dhe të parët që ishin para këtij, të njëjtën gjë kanë marrë. Edhe kujtari para këtij që fliste para në një transmision se unë kam ndërtu, ai ka shkatruar Lezhën. Asnjë nga këto kryetarë që s'dua të uzaj emrin se me bezdisën i kanë edhe alergji qytetarët e Lezhës. I kritikon parimisht pavarësisht por kanë nga 92-shi që është rrëzu totalisht komunizmi, deri në sot këto kanë mendu se si të bëhen i bukur, si të bëhesh milioner, po ajo është lojë. Këto kanë përdorur Lezhën si një lojë. Këto janë bën milioner, s'kan pas nevojë për regji, s'kan pas nevojë për
dhe bëhen milionera. Sot, si është mundur se disa njerëz pa asnjë të ardhur përveç bashkisë bëhen milioner, duke vjedhur qytetarët e Lezhës. Ne tani po flasim me qytetarët e Lezhës dhe shumë shqiptarë që ju ndjekin dhe kanë simpati të veçantë për ju si politikan dhe si personazh. Ma thuaj me 3 fjalë se pse duhet votojnë qytetarët e Lezhës me datën 21 qershor, po shifeni nga kamera. Qytetarët e Lezhës kanë përshtypjen se duhet të votojnë për 2 arsye. Alban. Arsyeja e parë është sepse unë do jem kryebashkiaku i qytetarëve thjesht dhe Lezhën do ta ndërtojmë bashkë me qytetarët e Lezhës. Dhe kjo është një diçka që se kanë pasur qytetarët e Lezhës të vendosin për një projekt vogël apo një projekt madhor, sepse është në dobi atyre dhe ata duhet të vendosin. Dhe do të përdorim në një mënyrë që e përdori vetëm një shtet i botës, Zvicra. Për çdo projekt bën një referendum vogël, marrë për marrë bashkinë zet, apo marrë për shtetin për çdo ndrim apo çdo. Pra ne do të përdorim një mënyrë me pak fjalë të idesh për përfshirjen e qytetarëve vendimmarrjen që ka të bëjë me jetën e tyre. Ne do të krijojmë projekte me idetë e qytetarëve, sepse në Lezhë kemi shumë arkitektë, në Lezhë kemi shumë inxhinierë, në Lezhë pse të vinë nga Tirana në Lezhë. Pra Lezhë ka prodhuar gjithmonë intelektual, inxhinier, arkitekt. Po ka prodhuar dhe punëtor të mirë. Kryetari i bashkisë sotme, edhe ato punime, pak punime që bën, vjen një firmë nga Skarpari dhe nga Tirana. Kuptoj. Dhe lezhjanët ndodhen gjithmonë pa punë. Pra ne do të punojmë me qytetarët e Lezhës, do ketë shanse që një firmë nga Elbasani vjetë bajnë punime duke pas firmat tona në Lezhë. Pra, moto është Lezhë para për qytetarët lezhjanë, pastaj për gjithë Shqipërinë. Absolutisht do jetë për qytetarët lezhjanë, sepse ata duhet jenë të parët për këtë bashki. Dhe motivi i dytë është sepse ne kemi një projekt për ekonominë e qytetit Lezhës. Që është shumë e rëndësishme. Që është shumë e rëndësishme. Më thuaj idenë kryesore, çfarë konsiston kjo? Ideja kryesore është sepse ne duke qenë biznesmen dhe di se çfarë ka nevojë biznesi për të mbijetuar për të hedhur përpara, ne do të krijojmë një bord me ekspert më të mirë të jashtëm dhe të mëshëm, në një bashkëpunim që të krijojmë një zyrë në Bashkinë e Lezhës, ku këtyre ndërmarrjeve që faturojnë 10 milion lekë poshtë, për 2 vjet të parë këto s'do paguajnë taks. Do të bëhet një amnisti masive për një amnisti masive dhe borxhet që i kanë bashkisë do t'ja unullojmë. E kuptoj. Dhe do mu jepet mënyra që këta të kenë akses të këta ekspert ekonomik të biznesit ekonomisë për bizneset e tyre. Që ne të krijojmë mundësinë që këta të marrin eksperiencë nga këto dhe të shpjegojnë se si bëhet biznesi, sepse në Shqipëri nuk shpjegojnë kur si bëhet biznesi. Akoma është biznesi në nivele spontane. Akoma është biznesi vetëm qeveria shqiptare të jep një NIT, aty dhe të kërkon taksa, por nuk të jep asnjë informacion. Sigur ka Italia këtu për shembull, 12 muajt e parë nuk pagun taksa. 12 muajt e parë keni konsulencë. Pra ne do të krijojmë për biznesin lezhjan një konsulencë falas për 2 vjet rresht. Po kjo është një lajm shumë i rëndësishëm dhe besoj jeni i pari që e keni hodhur këtë ide në Shqipëri. Shpresoj mos t'ua vjedhin, siç do të thonë. Sidoqoftë, unë mendoj sepse qytetarët e Lezhjan për mua janë në vend parë. Adesso la ringraziamo Edoardo per la nostra collaborazione, la faremo per bashkëpunimin e saremo di nuovo in collaborazione con lui e con tutti gli altri che veramente vogliono cambiare la politica albanese. Volevo aggiungere anche un discorso che abbiamo parlato con Dario per il discorso di prestiti alle famiglie in possibilità di accedere. Una sorta di microcredito. Do më thonë për kredite vogla. Per credite vogla, essendo che le loro società è un gruppo molto importante in Lombardia, abbiamo discusso di fare un finanziamento per famiglie që nuk kanë mundësi. Praktikisht, questa società, Dario e anche altri partner, do të bëjë të mundur që të gjithë familjet që kanë nevojë për kredit, por që nuk kanë mundësi ta marrin, do të jetë mundur fal asistencës që këta do bëjnë garancisë që këta do bëjnë, por në bashkëpunim me institucionet e bashkisë. Pra bashkia do jetë garanti. Promotore dhe garanti. Ta një dërmjetësues që ne të arrijmë të marrim kredi të vogla dhe të buta
20-30 vjeçare. Non solo questo, ma anche progetti europei, anche progetti europiani. Ku ne mund të ndihmojmë gjitha familjet që duan të investojnë në atë pjesën e vogël të biznesit vet. Scusa se ti interrompo, per esempio l'India ha avuto L'India è una delle prime col microcredito. L'India ha fatto Është shembull që është përdor kjo c'è anche un agenzia. premio Nobel su questa cosa. Ci sono infatti gli indici di rischio, scusami se ti interrompo, dicono proprio che sono miglior pagatori quelle famiglie povere in difficoltà alle quali dai un microcredito, gli dai una mano a sviluppare qualcosa, a sviluppare qualcosa nel loro piccolo, o coltivare il terreno, o comprare la capretta, o comprare una mucca che li porta là, che magari è un grande professionista che fa un grande finanziamento e poi lo buca. Infatti nelle statistiche sono miglior pagatori queste persone che volevo proprio spiegare in albanese questo. Sì. Allora, questo mi ha molto coinvolto come idea perché ju e keni shumë për zemër këtë lloj projekti që ka të hek kaq shumë saqë qytetarët lezë 70% janë të varfër. Dhe për këtë mikrokredi kanë nevojë gjitha këto familje, sepse unë i kam vizituar këto familje personalisht. Edhe me istin një qeshor, por edhe kohët e fundit që kemi bën ca kontakte, ca nima që kemi pas ne si lëvizje të fondit të moslian. Pra kjo mikrokredi është jashtëzakonisht sepse është përdorur në shumë vende të botës ku ka funksionuar dhe ajo që është e sigurt se këta janë më korrekt se ato që marrin më tepër lek. Këto borxhli që ne do të jemi garant si bashki e Lezhës kur na jep mundësia ta çervisim atë bashki. Pra ne do të ndihmojmë këta familje. Do të jepet me 21 qershor. Ne do të ndihmojmë këta familje në të gjitha aspektet me një financim afatgjatë dhe të shpejtë. Come si dice in bocca al lupo, fatto per the gjithë, in bocca al lupo per tutti. Bene. Adesso mund ta presi shkurdush atë. E tu devi stappare velocemente. Andiamo a mangiare. Ma sei matto? Ci viene a prendere la Sabri con una cappa con la mimetica e te ci spara dalle finestre. Ma è tuo suonava, io pensavo che Sì, no, era la Sabri, adesso poi la chiamo. Abbiamo fatto 8 minuti. Sì, no, di più, a 18 minuti avrei fatto. 8. No. Totale 97 minuti. No, è più lungo. Sarà a tratti. A tratti. Saranno da 15 minuti. Sì, totale siamo